Manastiri është njëri nga vendet ku historia shqiptare ka lënë gjurmë që sot lexohet në alfabetin me të cilin shkruajmë. Në nëntor të vitit 1908, shqiptarët u mblodhen në një kuvend të rëndësishëm të rilindjes kombëtare. Vendimi për njësimin e alfabetit nuk ishte vetëm çështje gjusore. Ai ishte akt kulturor dhe kombëtar që i dha shqipes një bazë të përbashkët shkrimi dhe i shërbeu forcimit të vetdijes kombëtare. Nga nëntori i vitit 1908 deri në 2026, kaluan një shekull e 18 vjet histori, luftra, shpërngulje dhe transformime të mëdha demografike. E manastiri i sotëm është dëshmia e një transformimi të jashtëzakonshëm. Nga qyteti ku shqiptarët u mblodhen për t'i dhënë gjuhës së tyre një alfabet, në një qytet ku komuniteti shqiptar është numerikisht i vogël, por pesha historike shqiptare mbetet e jashtëzakonshme. Kjo trashëgimi vazhdon të jetojë përmes njerëzve që e konsiderojnë ruajtjen e kujtesës kombëtare, jo vetëm detyrë historike, por edhe përgjegjësi për të ardhmen. Në vazhdimsi është veprimtaria e Dr. Sibela Alimovska, e cila përmes angazhimit kulturor, po ashtu dhe shkencor, mban gjallë kujtesën shqiptare në manastir. Ndërsa ka ende shqiptar të cilët punojnë që gjuha, historia dhe vetdia kombëtare të mos mbeten vetëm në faqet e së kaluarës. Kosova është sonte me mua në këtë eveniment kaq shumë të rëndësishëm dhe jam një person shumë i lumtur sonte për arsye se të gjithë komunitetet e manastirit ishin prezent dhe unë rrethova një numër prej 30 të pranishëm, të cilët të gjithë ishin nga sfera e kulturës, njerëz të cilët me dekada të tëra kanë punuar në sferën e trashëgimisë kulturore, materiale dhe shpirtërore, duke dhuruar shumë vepra të mira, të cilët sot i kemi nda entim për muze të manastirit, disa në koleksione private, po edhe në shoqëritë kulturore artistike, dhe sot me të vërtet këtu po ndodhet diçka e mrekullueshme, për arsye se folklori për mua nuk është vetëm një valle, nuk është vetëm një kërcim, nuk është një këngë, por është një histori e gjallë që akoma jeton mes njerëzve. Dhe jam shumë e lumtur që kjo pasuri materiale trashëgohet nga një brez i kaluar në një brez të ri. Edhe pse jemi si ato shqiponja që fluturojnë, por ne nuk e harrojmë vendlindjen tonë. Ne kemi aq shumë njerëz të cilët jetojnë në diasporë, jetojnë në Evropë, po ato të gjithë e kanë atë trashëgimi kulturore, materiale dhe shpirtërore që e kanë marrë me vete, që e bartin me vete. Ajo është diçka që absolutisht po, sepse unë kisha një vizion për ta krijuar këtë eveniment dhe unë kur punonja në terren pata shumë emocione për arsye se jo vetëm që u takova me njerëz të veçantë, por unë mora edhe shumë informacione të tjera që së shpejti do të botoj 2 libra të mira për ringjalljen e trashëgimisë kulturore, materiale dhe shpirtërore të terrenit të manastirit, gjë që nuk është bërë deri sot. Ne kemi dëgjuar shumë gjëra, shumë historia, por ato nuk janë të dokumentuara, nuk janë të arkivuara. Dhe kjo do të jetë diçka shumë interesante, për arsye se i kam kapur ato momentet e frymës së fundit të njerëzve të cilët me të vërtet kanë çfarë të tregojnë për të kaluarën e manastirit. Absolutisht se po nuk ndalemi këtu. Nuk vendojmë një presje për të kaluar në një gjë shumë të madhe. Absolutisht se po unë miq që i kam sjellur nga Zvicra, nga Prishtina, nga Istogu, nuk i kam sjellur pa vizion, nuk i kam sjellur pa mision. Kjo ishte një moment për të krijuar ura lidhëse, sepse nëse ne kthehemi në vitin 1908-1912, kur krerët e lartë, kur ata rilindas tonë kanë ardhur në manastir për ta krijuar alfabetin e gjuhës shqipe dhe për ta formuar kongresin e manastirit, ata kanë ardhur me mision, kanë ardhur me traditat e tyre, kanë ardhur me zakonet e tyre, kanë ardhur me ato mendimet e tyre të jetesës se si kanë jetuar në vendet e tyre. Ato nuk kanë ardhur vetëm për ta krijuar alfabetin, ato kanë ardhur për të sjellur edhe për të krijuar shumë më tepër.
Ne jemi jo vetëm një muze të alfabetit gjuhës shqipe, ne jemi edhe shumë muzeume të tjera. Më kapën emocionet, ishte hera e parë që unë kam qarë në një manifestim të tillë, sepse jam person i vështirë, unë kam emocione brenda vetes, por nuk jam person që nxjerr lot. Ishin momentet kur një pasha të veshjet folklorike dhe thash, ku jam unë, çfarë shoh në Bern, për t'i parë gjitha ato që i kishte mbledhur mikeshja ime Flora Balaj, që më ka ftuar enkas në Bern, dhe unë u emocionova në një moment, se thash, këto veshje, faleminderit nga Zoti që jeni të bekuar dhe i keni mrekullit e veta, po unë nuk kam sjellur asnjë gjë sonte në Zvicër, sepse unë nuk kam veshje kombëtare të manastirit. Kam vetëm një që është e fshatit Osrec, që sonte nuk e pata këtu për arsye se shtëpiat janë të mbyllura në Osrec, njerëzit kanë ikur në Australi dhe s'kam unë ku ta marr atë veshje kombëtare. Dhe kjo është me të vërtet për të qarë, sepse ne shqiptarët e manastirit, jo vetëm që kemi qenë të kaluarën, njerëz me shumë tradita, njerëz të ngritur, njerëz të emancipuar, jo vetëm në aspekt kulturor, por edhe në aspekt intelektual, edhe në aspekt fetar. Sot shqiptarët e manastirit janë shumë pak. Dhe më vjen shumë keq që edhe maqedonasit po presin prej ne gjëra më të mëdhaja, sepse kur ne kemi një muze që nuk e kanë kombe të tjera të alfabetit, ata presin që ne të nxjerrim shumë më tepër se sa kemi. Ti harrojmë zënkat, ti harrojmë inatet, xhelozia na ka kapur tepër dhe prandaj jemi në këtë gjendje që jemi. Duhet të punojmë shumë, duhet të krijojmë ura lidhëse. Kosova duhet të punojë me manastirin, Shqipëria duhet të punojë me manastirin, Malizi duhet të punojë me manastirin, diaspora duhet të investojë. Njerëzit duhet vinë dhe të investojnë, jo vetëm të krijojmë ura lidhëse kulturore, ne duhet të krijojmë edhe ura lidhëse biznisore. Ne kemi shumë nevojë. Ne kemi nevojë për të kthyer të gjithë ato shqiptarët që i kemi pas në vitin 1908, 1912, po këtu ka lullzuar manastiri prej gjithë atyre shqiptarëve që kanë lëvizur, që jo vetëm kanë ardhur për tregti, por kanë ardhur edhe për shumë gjëra të tjera. Sot ku i kemi? Njerëzit më të mirë që i kemi pasur, njerëzit më të ngritur intelektualisht, ne i kemi në diasporë dhe në Europë. Mjekët më të mirë, avokatët më të mirë, inxhinierët më të mirë. Dhe unë personalisht për veten time, edhe pse dua shumë vendlindjen time. Unë disa herë kam migruar dhe jam kthyer, se jam shpirti i këtij vendit. Unë kam rënjët tue, unë edhe në këtë moment do të filloj të qaj. Po besoni se e kërkojmë Europën për arsye se kemi dëshirë të jetojmë më bukur. Shumë faleminderit që sonte jeni me ne. Unë ju kam borxh juve, sepse nuk ka pasur moment që nuk më keni përcjellur. Përmes gazetarisë tuaj, përmes prezencës tuaj, ju keni bërë me kilometra edhe kilometra për të vini në manastir, thjesht për të na dhënë mirënjohje. Dhe besoj që do të vijë dita që atë mirënjohje që ma keni dhënë, t'ju ja kthej dyfish. Ja dheu gjithmonë, ne jemi shqiptar, ne jemi ADN-ja e Skënderbeut, dhe ADN-ja e motrave Qiriazi, dhe të gjithë rilindasve të tjerë që kanë ardhur në manastir, që kanë bërë një çudi të madhe për ne, dhe ne vazhdojmë të ndjekim hapat e tyre. Shumë faleminderit edhe një herë. Respektet veçanta, përshëndes të gjithë që shohin emisionin tuaj, që ndjekin lajmet, edhe një faleminderim të veçantë për pronarin e shumë e vërtet, kam hapur me të vërtet shumë dyert shtëpive, edhe jam e mirëseardhur në çdo shtëpi, si në Australi, në Amerikë, në Zvicër, në Gjermani. Faktori shqiptar në manastir mbetet një element i rëndësishëm i kësaj shumë kultura, një urë mes së kaluarës dhe të tashmës, mes traditës dhe bashkëjetesës, duke dëshmuar se identiteti shqiptar nuk është vetëm një pjesë e historisë së qytetit, por edhe pjesë aktive e jetës kulturore.